lëshohet nga Shtetet e Bashkuara? Ballkani nuk është pjesë tamam e Europës lindore në mënyrën si ne e shohim, është Europë juglindore dhe Ballkani në fakt është i protektorat mendoj i Bashkimit Evropian dhe do të ngjelet i tillë dhe kur flasim për Bashkimin Evropian, mendoj që flasim edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuptoj jo më në atë sinkronin që ne kemi parë në këtë rendin e vjetër botëror, në rendin liberal demokrat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që praktikisht një, jo më kopë në lingon e politikës shqiptare, ne gjithmonë kemi thënë ala strategjike të SBA dhe BE, sepse praktikisht është njëjta gjë. Sot në administratën Trump në farë mënyrë ka një dallim të dukshëm, u konfirmu dhe sot pak ambasada amerikane në Tiranë zori një fjali të sekretarit Rubio ku ai kritikonte Europën për lirinë e shprehjes, pra dhe edhe në strategjinë kombëtare të sigurisë së Shtetit e Bashkuara të Amerikës, e dokumenti që ka ja diku një muaj që ka dalë, flitej për restaurimin e vlerave qytetërimore të Evropës dhe flitej në mënyrë kritike ndaj shtypjes që disa vende europiane kanë bërë lirisë së shprehjes, shtypje për cilën publiku shqiptar duke ditë që ka halle të tjera, nuk i di. Për kjo, Ballkani ngjelet protektorat i Bashkimit Evropian. Kjo nuk është lajm shumë i mirë, në sensin që sigurisht ne kemi aleat, por do donim që prezenca amerikane të ishte më e madhe, sepse Bashkimi Evropian është në pozitë shumë fragjile aktualisht, qoftë ekonomikisht, qoftë në aspektin e kohezionit social, qoftë ushtretisht. Po, ju bë përshtypje që tek ndalimi i vizave të emigracionit nga 75 vende Shtetet e Bashkuara, administrata Trump ka përfshirë vetëm të vende NATO që është Shqipëria. Përveç kësaj, edhe mesazhet e ambasadës, jo më kot ajo që një korrigjim të vogël, nuk është tamam ashtu, sepse po është edhe Maqedonia, Malizi, po, dakor. Edhe Malizi. Pra, janë përfshirë vendet. Pastaj Serbia shpëtoi. Pra mund ta shohim nga këndvështrimi i Serbisë që shpëtoi, por për të qëndruar tek ne, tek Tirana. Edhe mesazhet e njëpasnjëshme të ambasadës. Kjo e gryrjes së fjalës së lirë, citimet e Trumpit shpeshherë, duket se i vetmi institucion që na përfaqëson jashtë është SPAK-u, pra një shmangje të raporteve me qeverinë, një ftoje, tërheqje apo jo? Unë ka një ftoje, por nuk mendoj që shihet nga vendimi i fundit për ndaluar vizat e emigracionit dhe për qytetarët shqiptarë. Pra përfshirja e Shqipërisë në atë listën e 75 vendeve nuk mendoj që është funksioni i raporteve problematike që ka administrata Trump me qeverinë e zotit Rama. Unë mendoj që ka dy arsye. Së pari një arsye kryesore pse ajo listë doli, përpos pretekstit për përdorimin e lartë të ndihmës qeveritare që për mua është poshtë, domethënë nuk e besoj, por është tjetër bisedë, është bëhet për qëllim politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam thënë dhe në vende të tjera, në nëntor dy partitë nda përballen për zgjedhjen mes mandatit, zgjedhjen midterm elections, dhe me shumë gjasa demokratët do të fitojnë një landslide, pra një farë me rrëshqitje dheu kur i thon, pra do të fitojnë shumë thellë edhe dhomën e profesorëve edhe senatin. Që Trumpi të mbajë bazën e vet MAGA të konsoliduar dhe të nxjerrë në votime në shifra të mëdha, duhet që të ndërmarrë vendime populiste që kënaqin atë bazë. Dhe një prej këtyre vendimeve do ishte sigurisht një ndalim masiv i vizave migratore për vende të tilla të botës së dytë dhe botës së tretë, do vende ke pika dytë për ta sqaruar, që sigurisht do të kënaqte bazën MAGA që në masë të madhe e mbështet të vendim. Arsyeja e dytë, për të dalë më specifikisht pse Shqipëria, pra për shembull pse jo Serbia, që përmendë me shumë të drejtë. E para njëherë Shqipëria dhe këto vende të tjera të përfshira në Ballkanin Perëndimor në mënyrë mendoj të padrejtë konsiderohen botë e tretë. Në fakt janë botë e dytë, se kanë ndarë gjithë indekset ndërkombëtare, ne nuk mund të futemi në një kategori me Sierra Leone dhe Burundi që janë qenefe të varfëra, kriminale të korruptuar. Sigurisht që Shqipëria ka shumë korrupsion, ka shumë kriminalitet, është një vend konsiderohet upper middle income, pra një vend me të ardhurat të mesme të larta, pavarësisht se ka shumë varfëri dhe ka shumë papunësi. Por në sytë administratës tanë ka shumë shqipen si njëjta gjë, pra vende stabilokratike, jo demokratike, të korruptuara, kriminale etj. Serbia nuk shifet kështu. Për shkak se lobi serb është mjaft i fuqishëm në Washington DC dhe gjithmonë e ka portretizuar në sytë republikanëve, sidomos dhe e theksoi këtë gjë, Ballkani si një luftë, Ballkani Perëndimor si një luftë midis serbëve të qytetëruar të Europës së krishterë dhe këtyre të tjerëve shqiptarëve në tash janë barbar apo nuk janë europian. Kjo është një prej propagandave dhe sigurisht të mos harrojmë dhe afrimitetin e madh që Don Junior, djali i presidentit Trump, ka me Aleksandar Vučić, që sigurisht mund të ketë pas një ndikim të vogël në mos përfshirjen e Serbisë në atë listë. Pra mendoj që jemi akoma në kuadrin e generalizimeve çka kanë sjellë në përfshirjen e Shqipërisë në atë listë.
e fundit fare, se duhet të dalë pak se më ngacmoi ajo, a ka të bëj prisha marrëdhënieve. Nëse që politika shqiptare, diplomacia shqiptare do kishte qenë më kujdesshme. Nëse zoti Rama nuk do bënte batuta te presidenti Macron për gafën e Trumpit Armenia-Azerbajxhan, Albania-Azerbajxhan. Nëse nuk do kritikonte si një analfabet gjeopolitik ardhin e Trumpit përpara në 2016, ndoshta mund të kishte një dëshim për Shqipërinë dhe Shqipëria do ishte fare pjesë e kësaj liste. Por di të them me garanci që nuk janë marrëdhëniet e vështira Trump-Rama që e kanë futur Shqipërinë, ka tjera arsye. Edhe diçka të fundit kam, duhet shqetësohemi për NATO-n, mos duhet të fillojmë tek marrëdhënie dypalëshe bilaterale tani si rasti Shqipëri, Kosovë, Kroaci, pra mbrojtja ushtarake, sepse aleanca ndoshta mund të shpërbëhet dhe s'ka rrugë mesme për Groenlandën. Mendoj se po. Mendoj se duhet shqetësohemi sepse e the mirë nuk ka rrugë të mesme për Groenlandën dhe në rast se ka ndonjë mrekulli nga Zoti dhe Trumpi ndryshon mendje, në një mënyrë apo një tjetër, Groenlanda do të jetë de jure de facto pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pastaj nëse diplomacia amerikane gjen një mesme të përgjithshme ku Groenlanda bëhet pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por gjendet një mënyrë që aleatët e NATO të komfortohen që nuk do të ketë më veprime të tilla në Shtetin Bashkuar të Amerikës, atëherë ndoshta NATO dhe mund të mbijetojë. Thënë kjo, mbijeton apo nuk mbijeton NATO? Unë mendoj që NATO rrezikohet. Nuk di ta them a mbijeton apo jo, por shumë e rrezikuar. Mbijeton apo nuk mbijeton NATO? Shqipëria duhet në mënyrë të menjëhershme të rrisë kapacitetin e saj mbrojtëse, të tranzitojë ekonominë e saj nga një ekonomi konsumi, turizmi edhe banaliteti në një ekonomi lufte. Ne shpresojmë që lufta mos vi kurrë ne. Mos vi kurrë dera jonë. Por ne duhet të përgatitemi, qoftë me rritjen e shpenzimit ushtarak, 5% e prodhimit bën çmbrull të kërkuar nga presidenti Trump për gjithë aleatët, qoftë me tranzitimin në një ekonomi lufte, qoftë me shërbimin e detyruar ushtarak, qoftë me prodhimin e armatimeve dhe një sër hapash të tjerë. Ti përmendë marrëveshjen trilaterale midis Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit, unë mendoj që është një gjë e mirë, duke ditur që në rast se NATO bie, gjithmonë ti do të kesh një backup plan, pra do të kesh një plan në xhepin tënd me cilat vende ti ke marrëveshje të mbrojtjes së përbashkët, të asaj quhet collective security ose mbrojtjes kolektive. Sigurisht ne jemi në kuadrin e aludimeve, ne akoma nuk kemi mjaftueshëm prova për të thënë që NATO do bjerë, por në portofolin e tonë mendoj që NATO është e rrezikuar. Po. Roel, faleminderit shumë për zbërthimin e këtij aktualiteti që duket larg, por sigurisht thatë ju mund të jetë në pragun e derës tonë. Falenderoj shumë. Jo, është në pragun e derës tonë. Falenderoj.